Përshëndetje të dashur pasionantë të futbollit apo ndjekës futbollit. Një kënaqësi e madhe imja të drejtoj programin e Football Discussion ose diskutime rreth futbollit, me mua specialist i futbollit që ka kontribuar përveç se lokalisht, gjithashtu edhe internationally me kontributa të mëdha si specialist futbolli apo analist apo ex-football player apo ambasador i ekipit kombëtar Shqipërisë nëpër botë, apo ambasador i ekipit Celticut si një professional football player, po gjithashtu edhe në rolin e trajnerit. Kënaqësi nga unë Xhunit Nexhipi të ftoj Rudi Vatën si specialist futbollit me tema shumë të spikatura që janë shumë të nevojshme, sidomos për gjeneratat që do të vinë. Duke ditur dhe analizën shumë të rëndësishme ose të detajuar që ju i bëni temave të ndryshme, kemi vendosur që tema e sotme të jetë për sa i përket të ardhmes ose vizionit të ardhmes që duhet kem lojtarët ose trajnerët të ndryshëm. Fjala është e juaj i dashur. Po shiko, vizioni tani çdo gjë lind prej pasionit, kështu që për të bërë një futbollist i rëndësishëm duhet me pas pasionin e me ndërtu mentalitetin e punës. Sot shumë është e rëndësishme me kanë shumë korrekt me zanatin. Shumë duhet me ju dediku profesionit, nuk duhet për me pas një karrierë gjatë dhe suksesshme, ti duhet mu kujdes për trupin tam si kur tjetë banka jote. Biles unë i tham djalit tem, i tham unë your body is your bank, so your trupi jote është banka jote, i tham. Sa ti jep trupit tam, trupi jote ka me të përgjigj. Nëse keme ba 10 kilometra sot, mos pretendo me pas 12 kilometra në fush në fund javë. Kështu që gjë është e ndërtuar sot në aspektin fizik, futbollista duhet me kanë top fit për me mrit në nivelet larta, me lujt me intensitet e me lujt me ritëm që kërkohet mu lujt. Pastaj nivelet e kategorive të futbollit janë të ndryshme, sepse edhe futbollistat që losin ata kategoritë më të ulta, jo se nuk luhet futboll aty, por është si tush sakrifikimi i frymëmarrjes është ndryshe. Edhe ato futbollistat që nuk sakrifikojnë për frymëmarrjen maksimalisht për me arrit nivelet të larta, sa do i talentuar me kanë, unë mendoj që ti ke me lujt futboll, po ke me lujt ndoshta në disa nivele kur ti mundesh me kalu mirë në atë zonën e rahatis, por kur nuk mundesh me realizu një ëndër të madhe. Ne e shikojmë që sot futbolli duhesh me kanë një atlet shumë i mirë për me kanë futbollist i rëndësishëm, duhet me vrapu, sot nuk ekziston më lojtari si tush im shehun numri 10, ka shumë pak lojtar tillë, pra gjë është matet me kilometrat, me luftën që bën për skuadrën. Dhe ndoshta nuk është futbolli më i bukur, sepse po të mendojmë që në këto kohë që luhet futboll sot kishte pas lojtar si Baggio, si Totti, si Del Piero, mendoj që këto futbollista ndoshta nuk kishin me lujt në nivelet larta sot në futbollin që kërkohet me lujt. Por gjithsesi siç është jeta me progres, edhe futbolli ka progresu deri në këtë pikë që jena. Dhe trajnerat sigurisht rriten bashkë me futbollin, edhe trajnerat kanë edhe ato rrugtimin e tyne. Disa e fillojnë si ish futbollista, disa ndoshta janë më talentuar edhe janë më të prirën mu ba si thush trajnera, sepse kanë diçka që ndoshta një ish futbollist nuk e ka. Pra, në zanatin e futbollit sot është e vërtetuar që nuk ke nevojë me kanë ti futbollist i jashtëzakonshëm për mu bë një trajner i jashtëzakonshëm, por duhesh me kanë një njeri që kupton gjanat, e me kanë inteligjent, e me pas personalitetin e mjaftueshëm për me motivu grupin, sepse na dina që futbolli është lojë grupit, edhe grupi për me marrë rezultatet maksimale duhet me kanë i motivuar, edhe futbollistat duhet me lujt për trajnerin. Në kohën e Alex Fergusonit, futbollistat kanë lujt për trajnerin. Edhe Alex Ferguson ka pas një filozofi tien që ai thote
nuk i pyet të futbollistat a doni me lujt me Manchester United, po i thot a dën me lujt për mu, për më ardh tek Manchester United. Se kur losin futbollistat për trajnerin, sigurisht që përfiton pastaj edhe klubi automatikisht. Kështu që ka trajnera me filozofi të ndryshme, janë trajnera me personalitete të ndryshme. Për me kënë trajner kampion duhet me bë gjana kampionash. Pra kjo është futbolli. Futbolli është lojë që evolon, është lojë që luhet si thush në vrapim e sipër dhe kërkon domethënë fokus shumë të madh, kërkon përqendrim shumë të madh, kërkon këmbë shumë të forta dhe mushkni shumë të mëdha. Thank you. Shumë i qartë ishte feedbacku juaj. Doja t'ju pyesja duke ditur që është shumë e rëndësishme fillimi ose fundamentals, si quhet, baza. Cili mendoni mund të jenë rruga ose hapat që duhet ndjekin futbollistët tanë në Shqipëri, their pathway, që të jenë në rrugën e suksesit, si futbollist profesionist. Duke firstly të jenë lokalisht, pastaj që të shkojnë në nivelin internacional. Nëse mund të përmendim disa nga hapat që duhet ndjekin. Po shikoj, futbolli normalisht po të shikosh vendet e varfna, futbolli luhet në rrugë. Po të shikosh brazilian, shikosh të futbollistat e Amerikës Latine, po të shikosh Maradonën, ishte prej futbollistave që ai nuk kishte pretendime për fushën, ai ishte i zoti me menaxhu kontrollin e topit edhe në balt, ishte bate goditjen edhe nuk u ankote. Sot ka ndryshuar gjanat, sot çdo gjë është por prapun mendoj që talentat më të mëdhej, edhe njerëzit më të futbollistat që bëhen më të mëdhej janë ato që janë më fukaret, ato që janë më të rritur. Sepse çdo fëmijë duke pa domethënë vendin që ka lind, duke pa mundësi që afron vendin vet, sigurisht që ka dëshirë me njek instiktet ose me u bë i rëndësishëm në atë që Zoti ja ka thënë me u bë. Sigurisht që në Shqipëri ka talenta, po gjithë të talenta që lindin në Shqipëri kanë nevojë për një edukim qysh në vogli, sepse ABC-ja e abetarja fillon në klasë të parë. Kështu që edhe futbolli fillon atë ditë që ti regjistrohesh me një skuadër dhe aty fillon ti me mësu ABC-n e futbollit. Nëse trajneri i parë i joti nuk është trajner që ti jep ty si tush dozat e edukimit në aspektin teknik, se sigurisht na dina që çdo gjë fillohet me topin, çdo gjë është me kontrollin, me majtjen afër, domethënë teknikisht është çdo gjë. Nëse ke një trajner që ti mund të jesh i shumë i talentuar, por nëse trajneri nuk është i pasionuar, nëse trajneri nuk ka ambicie me i lanë, domethënë me rrit, domethënë futbollistin, me eduku profesionalisht mirë, me ja lanë pra ABC-n mirë, qysh në fillim, sigurisht që atëherë edhe ky talenti mund të meshin me mangësina të mëdha. Edhe problemi në Shqipëri është që futbollistat shqiptar të ri që janë të talentuar nuk kanë edukimin profesional ose nuk kanë edukatën ABC, nuk kanë marrë si çdo futbollist që mund ta marrin në futbollin italian, futbollin spanjol, kanë ndryshime të mëdha. Edhe po ti dallosh këto grup moshat U15, U17, në Shqipëri më duket u bë kampionati i U17 vjeçarëve këtu. Edhe pavarësisht se Shqipëria ka shumë talenta edhe që kanë lind jashtë, edhe por prap kur vin këtu diçka nuk kanë rregull, prap ato sado talenta që janë, prap nuk arrin me bë një diçka të si tush ndryshe nga ajo që zakonisht njoh. Por në një vend që Shqipëria ka shumë probleme sociale, edhe profesioni i trajnerit pastaj është një profesion shumë i vështirë. Po nëse ti nuk e bën këtë për pasion, por e bën për interes, sigurisht që aty do kesh gjithmonë probleme. Edhe unë mendoj që talenta linin në vendin ton, por ajo edukimi i tyre ka shumë mangësi të mëdha,
dhe futbollistat kur arrin një moshë 16-18 vjeçare nuk janë gati pastaj për me bë hapin me kalu tek burrat. Sepse po ti shikosh talentat e mëdhej sot që linin në për Evropë, që edukohen e që rriten, sigurisht që jepet i mundësia në moshën 16, 17, 18 vjeçare për me demonstru kapacitetet e tyne profesionale. Kurse Shqipëria s'ka kapacitetet trajningut, nuk ka trajnera, se nuk mjafton një trajner, se çdo grup mosh është shumë e rëndësishme me marrë domethënë dozat e duhuna. Shqipëria ka mangësi të jashtëzakonshme në këtë aspekt. Prandaj futbolli shqiptar nuk prodhon ma futbollista, nuk përgatit ma futbollista. Ndoshta në 2 dekadat e fundit mund të kenë dalë 2-3 lojtar që mundet për me kanë bërë një hap cilësor, por shumë pak, sepse mënyra se si domethënë ka ardhur jeta në Shqipënia shumë ka laj sot me u ndërtu si futbollist, nëse ke domethënë mundësitë që me gjetë njerëzit që me të vërtet din me të rritë, din me ndërtu projekte profesionale, edhe me punu me të rritë, se të rritë ka nevojë edhe në aspektin psikologjik kisht me punu, se nuk mundesh me punu prej në supe poshtë. Çdo gjë fillon prej menjes, edhe shumë djemë të ri mundën me kanë konfuz, përveç se ti me kanë duhesh t'jesh trajner i mirë në fush, por duhet t'jesh edhe psikolog i mirë për me kuptu gjendjen e fëmijës emocionale, me kuptu situatat që mund të kalojnë ai, mund të kenë probleme sociale. Kjo është domethënë është zanat shumë i vështirë për mu bë futbollist profesionist, edhe ai që e mendon ndryshe gabon shumë. Është ndoshta mund të jetë zanati më i vështirë që mundet me ekzistu. Mu bë futbollist profesionist si niveleve Champions League është një zanat është shumë e vështirë, shumë e vështirë. Jam dakord me ju, sepse menaxhimi i trajnerëve që duhet vendosen për grup moshë specifike është shumë e rëndësishme, siç është ajo formula, le të themi better coaches, better performance, better players, better results. Trajner më të mirë, performancë më e mirë, futbollista më të mirë, rezultate më të mira. Më bëhet qefi që përmendet me detaje këtë aspekt, duke ditur edhe që jemi në kohët moderne, që mundësirat janë edhe më shumë. Imagjino të kthehemi tani pas në kohën tuaj, që kanë qenë kushtet shumë herë më të vështira që të promovojnë lojtarët dhe të kërcejnë në nivelet më të larta. Ja, sot është, nuk ka justifikim pse nuk bëhesh ti futbollist. Sot po deshte mu bë futbollist, duhet me bë punën që duhet ti për me bë, për me i keni diferencu. Prej momentit që ti do me nejt me grupin, e prej momentit që ti nuk do me sakrifiku ma shumë se pjesa tjetër e grupit, ti ke me kanë pjesë e grupit. Edhe nuk ke me kanë kur superior. Për mu bë i rëndësishëm e për mu bë superior, e mu bë i domosdoshëm, sepse në futboll po su bane i domosdoshëm, domethënë nuk e kalon edhe mirë me kanë në zanatin e futbollit. Po u bane i pa diskutueshëm, atëherë ti e kalon shumë mirë, sepse futbolli t'jep satisfaksion shumë madh. Futbolli në çdo aspekt të rrit si njeri, të rrit fizikisht, të rrit në aspektin e konceptit jetës, sepse ti lun sa më shumë u rrit si futbollist, aq më shumë tifoza do vinë në stadium. Nëse i ke fillu me i klub që mund t'i ketë 3-4-5.000 tifoza në stadium, ti mund të arrish një ditë me pas 70-80.000 tifoza në stadium. Dhe kjo pra është aty ku duhet t'jetë qëllimi kryesor për me shku lart, si tush çdo futbollist. Por për me mrit në ato nivele, duhet sakrificë madhe, është një punë. Është një punë non-stop, duhet gjithmonë ti me pas një plan në kry, plan të pa shkruar. Nuk ka nevojë me kanë plan i shkruar, po të pa shkruar. Ti e din, unë për veti e kam ditë qysh i vogël, që unë kam u bë lojtar i ekipit kombëtar, sepse çdo ditë unë kam shku në gjumë me atë anër, edhe jam qu prej gjumit me një plan që kam me bë sot për me realizu atë objektivin e ditës, që një ditë unë
ta realizoj ëndrrën teme. Edhe ti po nuk jetove, pra po nuk shkove në gjumë, me fjetë gjumë, me një anër, e mu zgju me një plan, ti nuk mundesh me mrit, sepse është e pa mujtën. Qose s'ke plan ti me punu ma shumë se Gjunejdi, qose unë të shikoj ty, që ti punon një lloj si mu, unë du me të kalu ty se ti ke mundësi me kënë nështë ma i talentum se unë, po në qose unë baj, thona 3.000 metra në ditë, 3 kilometra ma shumë se ti mas tërvitjes, mas 10 ditëve jam 30 kilometra para tejet, mas i 100 ditëve jam 300 kilometra, po këto 300 kilometra, këto mu më kanë dhanë një bazë tjetër, më kanë dhanë një, kështu që, e sa janë 3 kilometra, 10 minuta. 10 minuta nuk ke mundësi ti me i ba 3 kilometra në ditë, ma shumë se shokët e tuj, gjithë kush i ka mundësi me punu 10 minuta ma shumë. Por, janë prep flasë, noshta s'dojnë mu sfurtësu, në qose do me kalu mirë, qose do me shiju jetën, e do me shiju dhe futbolin, sigurisht që në Shqipëri mundesh me e bakte, se në Shqipëri normalisht nuk ka kërkesa tja zakonçe, nuk të merret fryma me lujt futboll. Edhe nuk ke nevojë me fitu shumë dy luftime, sepse ka shumë pak dy luftime në futbollin shqiptar. Por në qoftë se don me dal për te kufive, duhet me kanë shumë i përgatitur në tana drejtimet, edhe mos me menu kur që jashtë kufive mundesh me gjetë njëjtin ambient si që gjenë në Shqipëri. Shqipëria është shumë dopt në aspektin e botë kuptimit. Këtu unë e kuptoj shumë që njerëzit janë pasionu mas futbollit, edhe gjithë mendojnë që futbollist bare shkallaj, edhe futbollist mundesh me kenë sepse je një familje me pasoni, edhe këtu anërtu një mentalitet që duhet me pagu për me lujtë futboll. Edhe mu më vjen keq sepse gjithë ato njerëz që paguajnë, fëmijët e tyre nuk i bëhen futbollista, munden me mrit deri një far nivelit, por në fund krejt fëmia e kupton që baba pagun e s'ka nevojë mu sakrifiku. Ai fukaraj që ndoshta është më i talentuar, mendon që nuk ka mundësi me luftu me këtë që është përballë dhe dorëzohet qysh në fillim, sepse mendon që s'ka parë, s'mundet me lujt, sepse s'ka kush me pagu për te. Pra fukarejt në vend që me punu fort, edhe me përfitu për kësaj situate, dorëzohen edhe ato, edhe në fund krejt nuk bëhet asaj fukaraj që mund t'jeti talentum, sepse a dorëzu qysh në fillim, po nuk bëhet edhe ky që ka pagu për me u bë fëmija futbollist. Edhe kam me qindra shembuj në Shqipëri, me qindra me mia, me qindra mund t'njohun, me mia mund t'jenë që njohin tjertë, pra, por është vetë sistemi, sepse sistemi është që i rregullon gjanat. Sistemi është i ndërtuar i tillë. Çdo gjë mendohet që realizohet duke ble një diplom. Diplomën e blen ti, po kondicionin fizik nuk mundesh me e ble. Kërcyshmërinë nuk mundesh me e ble. Përplasin, fitimin e dy luftimit s'mundesh me e ble. Edhe kjo është ajo që është ndërtuar në Shqipëri. Edhe është kriju një ide që në Shqipëri është çdo gjë e bleme e shitun. Edhe sistemi e ka leju me argjenja të në këtë situatë që është. Sepse nuk e kam ndërtu ason sistemin, sepse unë flasë si flasone, ti Gjunet nuk e ke ndërtu gjithashtu, po këto që kanë pas kontributet e tyne për me ndërtu diçka të vërtet, këto nuk e marrin për sipër që kanë gabu. Kupton? Qartë, faleminderit për detajet edhe statistikat, ishit shumë të qartë, edhe unë kam qenë pjesë të drejtën atij sistemi edhe kemi kaluar vështirësi të mëdha. Tani do të shkonim pak në aspektin e talent management, menaxhimi talenteve, sepse kemi dy pjesë. Kemi pjesën e parë, përgatitja, strategjit, cilë mendoni që do të jenë strategjit që duhet ndjekin klubet shqiptare, mund të përfshijmë këtu edhe kombëtare me klubet me grup mosha zinxhire, që t'i përgatisim këta lojtar që t'jenë në nivelin sa më të lartë. Po gjithashtu kemi pjesën e talent management, menaxhimi talenteve dhe promovimi.
nëse mund të na jepni disa këshilla ose key points ose pika kyçe që Po ne shikoj, kemi si talenti që është parë. talenti është cilësia. Ai futbollisti me cilësi duket që është cilësia çon shpejtësia cilësi. Plus kontrolli i topit, teknika, domethënë goditja e topit, këto janë cilësi. Me këto cilësi ti mundesh me identifiku talentin. Por talentin ti mundesh me menaxhu, po ishte talenti demel, nuk mundesh ti me lan demelin me urrit te talenti, po duhet ti me ja eliminu demelin edhe me i nërtu ati mentalitetin e punës. Se po të shikosh gjithë sportistat e mlejnë, qofshin boksiera, qofshin basketbolista, qofshin futbolista, çdo kush thot talent is nothing, thoj. You have to work hard. Është shprehje thjesht. Talenti është asgjë. Talenta ka pas Shqipnia talenta edhe kanë menu që janë futbolista edhe nuk kanë arrit kur mu ba futbolista të niveleve të larta. Për shembull, unë po ta them një futbollist që sot është trajner i Vllaznisë Shkodrës. Edhe ai është quhet Edi Martini. Ai ka pas talent ndoshta, domethënë ka kanë talentat më të mëdha që ka pas historia e futbollit shqiptar. Edhe duke jetu një ambient si që është Shkodra dhe në përgjithësi në Shqipëri, e kanë binë që është ba futbolist qysh domethënë atë se ndihmun me urrit e mu ba një punëtor i madh, me i shtu dozat e punës. Edhe ai ndoshta po të punonte me po të kishte pas mentalitetin tem, do të ishte ba ndoshta futbollisti më i mirë i tana kohëve të historisë futbollit shqiptar. Po nuk arriti kur domethënë me i gërshëtu talentin me punën për me arrit diçka që ndoshta vetëm Zoti e din se çka kishte planifiku, por nuk u nimun, nuk u përgdhel, e lan djalin domethënë në ato nivele, edhe ai u bë futbollist i mirë, shkoi deri te 21 vjeçar, luajti në kampionatin shqiptar, fitoi, por me talentin që ka pas, ndoshta është në pakt që ka lind në Shqipëri edhe kanë me lind. Edhe mbjen keq, unë e kam edhe një farë shoqënie me te, por kjo është talenti, domethënë talenti është ajo që t'jep Zoti, pyetja është ç'a bën ti ekstra për me ndihmu futbollistin me kuptu që jo vetëm me talent ecet përpara. Edhe por sigurisht që duhet klubet shqiptare, duhet për çdo futbollist që identifikojnë që është talent, sigurisht që duhet me pas një projekt për çdo futbollist. Edhe çdo projekt duhet mu zbatu për njerëzve që punojnë për klubin, sepse duhet me pas një nutrition, duhet me pas një psikolog, duhet me pas tactician coach, technical coach, domethënë gjithë janë këto pjesë të projektit që djalit me i lan dozat ekstra për me e ba lojtar të niveleve që klubi mendon me e ba. Po në Shqipëri nuk ekzistojnë këto si tush kritere. Shqipëri nuk ka kapacitete njerëzore për me udhëzu ty qa me hangër, kur me fjet, kur me ba masazh, kur me ba banjen me akull, domethënë këto fenomene nuk ekzistojnë, por këto fenomene ekzistojnë tek vendet e zhvilluara, po në Shqipëria është 100 vjet mrapa ndoshta. Edhe nuk munden se për me mrit në këto nivele duhet komplet sistemi mu ndryshu. Shqipëria është vend kafenesh, kafja është vend demelash, shumica në kalojnë kohën, pse ç'a të bën ambienti, ç'a të bën karrigja të mund t'ulun. Në sporti nuk mundesh me kanë i ulun, ti duhet me kanë gjithë ditën lëvizje. Kështu që është në pyetje edhe mentaliteti, kultura, çdo gjë është e lindur tek kultura edhe e kombit, sepse neve jena një komb që kena pas shumë vështirësi, kena pas shumë përsekutim, edhe duhet shumë kohë mu rehabilitu. Por shpresojmë që kush ka mundësi me lanë sinjale pozitive, kush ka mundësi me kontribu, të kontribojnë se është mirë, po të kontribojnë
me të mirën, të kontribojnë me atë që i shërben dikuj nesër, të kontribojnë sepse gjithkush e dallon e mirën me të keqen. Gjithkush e dallon, domethënë, kush është i drejti, kush është i shtramti. Kur ti mbështet shtramtin, sigurisht që gjanat e mshtramta kanë me të udhëheq. Nëse mbështet drejtin, i drejti ka me të udhëheq drejt. Është e thjeshtë formula, unë mendoj që çdo talent që lim ka nevojë për shumë vëmendje, ka nevojë për shumë këshillim, ka nevojë për menaxhim shumë specifik, edhe sigurisht ka nevojë për me mbështet në situatat që mundet me kalu, çdo i ri mundet me kalu situata pa sigurie, situata që të vënë dyshim në vetvedi. Çdo i ri është në dyshim, a është as është. Duhet çdo futbollist ka nevojë si thosh për me hall dorën në qafë, ka nevojë me i lënë këshilla profesionale. Njerëzit janë ato që bëjnë gjanat e mëdha, e gjanat e mira, e njerëzit janë ato që s'bajnë asisëm, e që nuk bëjnë edhe gjanat e këqija. Patjetër, shumë i qartë. Jam dakord tek pjesa e ndryshimit mentalitetit, e puna profesionale, të këshillat e vazhdueshme, po gjithashtu te pjesa e promovimit lojtarëve, duhet me i dhënë mundësi lojtarëve. Në momentin që për shembull kemi lojtarë që janë lokal, nuk jepet mundësia në ekipi kombëtar, si mund ta promovojmë ne, edhe sa do talenti mirë tjetë. Shiko, unë di me të thanë para 10-12 vjetëve, kam punu në menaxhimin e futbollistëve dhe kam pas shumë si tush kontakte me klubet malazeze, me klubet kroate, në qëllon një ditë Malzi, shkoj me pa një ndeshje futbollit, edhe një prej njerëzve që unë e njifsha, një klubit aty më thot, shikoj e këtë djalin, më thot, e kena djal të ri, më thot, edhe është lojtari që ne kena identifiku në gjithë klubin ton, edhe gjithë klubi punon për me promovu këtë djalin e ri, 17, kishte hy për 18. Edhe ato kishin një strategji që promovimi i tij ishte që ai edhe kur lunte keq, ai u donte gjithë klubi prap me mbështet. Edhe gjithë të seniorat lojtarë të rëndësishëm, që ishin me një moshë relativisht domethënë të madhe, por merrshin një rrogë në klub, ishin të orientuar që topi duhet me kalu te kamta atij djalit, që ai me marrë sa më shumë kontakte me topin, ai me kenë sa më shumë, si tush, në lojë efikase, në lojë aktive, që edhe kur të gabojnë prap me ja pasu topin, sepse ai është futbollisti që ato e kanë identifiku që ka ato kualitete dhe duhet me promovu që klubi me arrit me pas një lloj fitimit monetar për me pas prep aktivitet vitin tjetër. Edhe këto futbollista që kishin nevojë me vazhdu karrierën, sigurisht që e dishin që kur ky djalë i ri që këto kanë me promovu, ka me ndihmu me të ardhunat e klubit, kanë me ndihmu klubin për me marrë rrogat vitin tjetër këto futbollistat. Pra ato kishin, edhe ai djali u shit 3 milion e gjys euro, Marko Bakic, u shit te Fiorentina, 3 milion e gjys euro. Por atë ditë nuk ishte lojtari shumë i dopë ndeshje, ato gjithë kampionatin e promovum Marko Bakic, edhe e shiten Marko Bakic. Por Budva mori 3 milion e gjys euro, 3 milion e gjys euro, flasim këtu 10-12 vjetë për para, pra domethënë ato e kishin një strategji që ishte ideale. Edhe kjo nuk ekziston në futbollin shqiptar. Pse? Sepse nuk besojnë të djemë të ri. Nëse dojnë me ndërtu, domethënë, projekte për me pas të ardhuna për futbollit, duhet me funksionu me këto lloj metodash, sepse jo ti nuk mundesh me ndërtu të re futbollista, me identifiku edhe me i promovu, por 1-2 mundesh me i promovu. 1-2 mundesh me gjetë hapsinat.
Edhe nëse je inteligent me punu me njerëz që ky djali ka me marrë minutazhin e mjaftueshëm dhe kena me rrit sepse kena me i dhënë besim e kena me majt gjithmonë të rritun, sigurisht që futbollisti fitohet. Por në Shqipëri nuk ekziston kjo sepse sot është një rregull që në kampionatin shqiptar kanë drejt me lujt sa të kenë dëshirë klubet me pas lojtar të huaj. Pra fokusi është tek ardhja e lojtarëve të huaj, e ndoshta me promovu të huajin, edhe mos me u lodh shumë me produktin venas. Pra kjo është domethënë, kjo tregon që këtu ka demelizëm, sepse nuk dojnë me punu, por mendojnë që mund vi një Ola Inka, si që ka pas fat një klub që e ka shit një djal, Ola Inka, edhe këtu kanë marrë domethënë 11 Ola Inka për çdo klub, edhe çdo klub ka për pas këto të ardhunat gratis për një herë. Pra janë disa metoda që unë nuk e shikoj që kanë me kenë frut dhënëse, e nuk e shikoj që kanë me pas rezultat pozitiv. E qartë. Tani doja të kaloj pak tek pjesa e trajnerëllikut, duke ditur që edhe ju keni ushtruar këtë profesion dhe keni kontribuar në pozicione të ndryshme. Për sa i përket profilit trajnerit shqiptar, duke ditur që unë jam nga trajnerët shqiptar që kam qarë, do themi, në tregun internacional, sezoni që mbaruam kam qenë asistent në Superligën Arabe, që ka ndryshuar për masat e kësaj lige. Si mendon, çfarë do të jenë sa nga kualitetet ose çfarë këshillash mund t'i japësh trajnerëve që kanë aspirim, sepse shikojmë që trajneri shqiptar si profil nuk çan në tregun internacional. Mund të themi për shembull Besnik Hasi, mund ta marrim si example, si shembull, që ka qenë në disa nga ekipet prestigjioze. Përveç Hasit nuk shikoj një shqiptar si trajner. Çfarë mendon? Pse mendon që kemi mbetur aty tek liga lokale? Nuk mund të lëvizim. Ka se unë mendoj që shkolla shqiptare e futbollit, po ta shikosh, domethënë ka ndërtu trajnerat në nështrum. Unë mendoj që trajnerat që kanë punu këto 25-30 vitet e fundit në tregun shqiptar, nuk kanë kanë kur të lirë për me marrë për vendim marrje. Ti e din decision making është çdo gjë. Nëse ti nuk je i lirë, liria të mungon liria, atëherë nuk je si mu rriti profesionalisht. Nëse ti ke përball domethënë teje, ti je një trajner profesionist që i ke ide të qarta, po ke një president, siç mund të jem unë, edhe të urdhnoj ty me kulturën teme të diktatorit, se të ka mundor ty, ti s'ke si mu rrit. Edhe kjo ka ndodhur, këtu sistemi i futbollit shqiptar s'ka ndërtu trajner ama. Sepse këto, po të shikosh edhe ekipin kombëtar shqiptar, normalisht qysh në kohën e Brigelit, apo Dosena ka qenë trajner i parë. Trajneri shqiptar është trajtu domethënë si inexistent. Unë e kam kuptu që sistemi nuk e ka mendjen se dhe trajneri duhet kush e ban trajnerin, e ban shkolla shqiptare. Shkolla shqiptare e futbollit ka ndërtu trajnera edhe para 19. Pse? Se trajnerat kanë pas një edukim, kanë pas një barazi, janë edhe nëpërmjet barazisë, nëpërmjet rezultateve kanë ndryshu, pastaj ka fillu Loro Buriqi, kanë trajnera me rrallë, kanë Din Zhega, Stritafizin, Neptun Bajko, nuk ka ma trajnera, po këto kanë pas personalitet. Këto janë lanë të lirë mu punu, kanë ardhur nga një shkollë e varfër në futbollit, por nuk ja përzi ignoranti me i prish domethënë detyrat e shtëpisë që ka baj. Edhe trajnerat këtu kanë met jetim, se nëse ty nuk ndihmon shtëpia jote, që është Federata Shqiptare e Futbollit, nëse nuk ta jep një dorë ty Gjunedit, ti kush shpret me ta lënë dorën ty. Nëse ti je një djalë me ambicje, që ke ide të qarta, që ke një vizion, që don mu rrit, ty nuk të hapin derën, se thojnë ky pas ka tangardhek, ky mendon që është dikushi. Se ai që e ka të ndorë derën me ta hap,
ai s'kupton gjë, ai kërkon që ti t'jesh i nënshtruar, kërkon që ti t'jesh ushtar, kërkon që ti t'jesh në urdhnat e tij. Edhe kjo ka ndodhur, trajnerat e kanë pranu. Domethënë, unë e kam provu trajnerin në Shqipëri, e kam provu kur futbollistat e klubit ma kanë shit neshin, zbashkut me pjesëtarët e klubit. Domethënë, e kam provu sistemin, e kam luftu sistemin, e kam luftu me pasion e me dëshirë, edhe me burrni, edhe me tërimni, edhe i kam vu gishtin gjëse kuj. Sepse i njoh edhe karakteret, i njoh edhe kapacitetet profesionale, ja njoh edhe kapacitetet fizike, edhe në tana drejtimet i kam dal ball për ball, kupton? Sepse aq forcë kam pasur, nuk mundem me pas forcën e pushtetit, se unë një njeri jam, por unë i kam vu gishtin te plaga, edhe i kam tregu, por këtu nuk ka dash shteti, sepse shteti ka ndërtu institucionet, edhe gjitha institucionet, po të shikosh fjala parë që ekziston, është korrupsion. Një vend ku korrupsioni është profesioni më i rëndësishëm, njerëzit punëtor, ndershëm, drejt, pasionum, nuk munden kur më urrit, nuk munden kur me bë hapa përpara. Pse? Se nuk t'len kjo dallga e madhe e korrupsionit. Edhe ti je sa do peshkaqen me kenë, kjo dallga është shumë e madhe, s'len ty për me dal mi dallgen. Edhe kjo problemi i trajnerave shqiptar që nuk arrin më urrit, jo se s'kan kapacitete, jo se nuk e kuptojnë futbollin, unë s'po tham që ti e kupton futbollin si Guardiola, por ty ke nevojë me të promovu vendin jot, me të dhanë ekipin e 21 vjeçarëve, ekipin e 19 vjeçarëve, ekipin e 17 vjeçarëve, me pas ti barazi, jo vetëm ti, po kush tjetër i ambicioz, edhe me letrat hapuna, po këtu çdo gjë është e kontrollume, se të kontrollon ai që është shqipër, si e ka ai Alibaba, edhe ai thot, unë jam pronari i këtij institucionit, se këtu ta kthejnë, e kanë kthyn pronë institucionin, edhe unë thot bëj ç'a duune, me atë fudullekun e tyne, me ignorancën e tyne, se kanë bërë shumë pare, e kujtojnë që parja është çdo gjë në jetë, kupton? Edhe ti pastaj ke me met si peshku pa ujë, sepse kur sa jep ty dorën nana jote, federata jote, me të thënë o zotni hajde ti na trego që ai zoti me investu idetë tuja,